Përshëndetje, TikToku. Ja paritakohemi sërish me prezantimin e një motori tjetër për shitje. Sot kemi Yamaha X-Max 250 kubik viti 2015. Pra, një super mjet. Yamaha X-Max Iron Max. Është në kroskodën e tij vetëm me 26.000 km. Është një super motor që ju shërben juve për qytet, që të lëvizni kollaj dhe ta parkoni mjedi kollaj. Motori është shumë i pastër, servisuar komplet tek Oltimoto. Është me targa me letra me gjitha me serin e shalës komfort. Pra është një super shal, një motor që prodhon plot 22 kuaj fuqi, me një autonomi prej 3.5 litrash për 100 km, ky X-Max mund bëhet motori jot i jashtëm. Duhet ta kuptoni që pasja e një motori tashmë në vitin 2026 nuk është më luks, po është një nevojë e panegociueshme e cila ju shërben për kohën për cilën ju do lëvizni nga pika A në pikën B, gjithashtu dhe për parkingun që është një mjet që parkohet kollaj, ka një ekonomi shumë të madhe në pjesën e konsumimit të karburantit dhe për më tepër është një motor simpatik dhe mund të tonë dhe dyshin. Vjen me çmim proporcional prej 3 milion lek. 3 milion lek ky motor do bëhet i juaj. Numrin e telefonit do ta keni në postimin për katës, ndaj nxitoni. Yamaha X-Max është mbreti motorave për momentin. Faleminderit.